Partia Socialiste nuk premton një gjë të re. Partia Socialiste sjell përpara publikut shqiptar alternativën e vazhdimësisë drejt antarësimit. 2030 nuk e ka caktuar, përsëris, nuk e ka caktuar Partia Socialiste, e kanë caktuar 27 vendet e Bashkimit Evropian që kanë thënë ne presim që në vend mbërritje 2030. Ky është viti ku ne do vendosim për antarësim. Mo ata ta hapin derën në 2027 nëse plotëson kushtet. Jo. Nëse ne do t'i plotësojmë 2027 nuk e hapin sepse e kanë thënë vetë, e kanë thënë me vendim. Në 2030 ne antarësojmë. Dhe në 2027 po të bëhemi ne, do presim derisa ata në 2030 sepse kanë marrë një vendim. Duhet ta çbëjnë atë vendim, thonë shiko, Shqipëria është gati, hajde ta fusim që sot. Jam dakord me ty, mund të ndodhe kjo gjëja, varet kjo ne dhe nga ata. Ama sot kanë thënë 2030, parat që kanë vendosur planin e rritjes e kanë për 2030 në vite të caktuara dhe negociatat i kanë për atë datë. Që do të sot ne në këtë tangon europiane ne po luajmë së bashku me ta. Pra është një, prandaj thot Kalla sot që sot gjejmë një partner të fortë. Nuk vjen të gjena një partner të fortë se e Buzdetit. Nuk gjena një partner të fortë se ka diell edhe ka njerëz të bukur. Gjen një partner të fortë se kanë bërë reforma. Tani ça premton Partia Socialiste? Partia Socialiste premton vazhdimsinë e rritjes ekonomike. Vazhdimsinë e rritjes së pagave që i morëm ke 300 që asa ishin paga mesatare 380, diçka e tillë ka shkuar te 900 dhe synohet të shkojë mbi 1000. Vazhdimsinë e rritjes së turizmit masiv dhe elitar, të cilët e morëm nga 1 milion dhe me njerëz të cilët, domethënë kur ishim te turizmi elitar as që bëhesh fjalë, dhe sot jemi duke folur vetëm në një perimetër të Tiranës, jemi duke folur për një zinxhir pesysh, për mos folur për Begdetin shqiptar, që nuk e kishim imagjinuar më parë. Dhe atëherë na dukej sikur këto ishin ëndra në beze, ndërkohë që sot njerëzit i prekin edhe njerëzit i shohin. Ajo çfarë vazhdon të premtoj Partia Socialiste është thellim, fuqizim të reformës në drejtësi, ku organet e drejtësisë janë ato të cilat vendosin për përmirësimin, për korrigjimet e tyre, e kështu me radhë. Pra një pushtet tërësisht i pavarur nga ekzekutivi dhe nga legislativi. Partia Socialiste premton sot atë që unë thash më përpara reformën e pronës që është gangrena. 30 vjet njerëz që vinë vërdall, unë i takoj për ditë, ende nuk kanë certifikatën e pronësisë. Nga këto 30-12 e kishit ju? Po patjetër. Patjetër që i kishim ne dhe patjetër që mbajmë. Fillon historia në 11. Jo, patjetër, po dua të them që nëse do bënim një udhtim imagjinar ne të dy. Zoti Kekja, unë të falenderoj shumë sepse bisedën e bët shumë të këndshme me mënyrën se si po bëni kritikën e programit tonë. Me qëra fjala janë pjesë të programit Partisë Socialiste, që pas fillimit zyrtar të fushatës, ju do ta dëgjoni konkretisht 100.000 vende pune, rritjen e pagave, uljen e papunësisë. To janë thjesht premtime. Jo, janë pjesë të programit, se si bëhen, janë pjesë të planit. Po pra, këtë po them, pasi të filloj, pasi të çelet zyrtarisht fushata, do ta dëgjoni kryeministrin e vendit dhe ekipin e tij. Jo, kryeministrin e pamne me një listë do bëj këtë, do bëj këtë, po s'ishte program. Po jo më në thjeshta deklaratë. Shikojmë ditën e shtunë. Në datën 12 e çelim. Se 12 qarqe me datë 12 prill, 12 yjet e Bashkimit Evropian. Tani për ta mbaruar të gjë në udhtimin imagjinar, se dua ta mbaroj idenë. Nëse ne të dy do ishim ndoshta 6.000 vjet përpara, në një udhtim që ka bërë një grup njerëzish, që ngjasojnë në fakt me vendin ton, izraelit, dhe ishin në shkretir. Sipas disa e thon gojdhanës, unë e them burimeve biblike, sepse kështu jam unë, u endën 40 vjet. Dhe kishte nga ata që thoshin, çfarë po bën ky i çmendur Mojsiu? Çfarë po bën ky i çmendur tokë e premtuar? Çuan dhe kallauzët, i pan atij që toka e premtuar ishte shumë e bukur për tu besuar. Pra toka e filistejve, ku Noli ynë ka bërë atë izraelit e filistej. Dhe po ishin ca që thoshin na torturoj, sepse ishte shkretir, kishte gjarprinj, s'kishte ujë, s'kishte ushqim, dhe ndërkohë ata duhet të reformoheshin si popull nga një sjellje sklavërore, se ishin sklever, në një sjellje të një kombi i cili do të mbijetonte siç mbijetoi dhe që është sot e kësaj dite. Dhe kishte zëra që thoshin, më mirë të presh të Egjiptit, ishim 100 herë më mirë atje. Ç'a është duke, domethënë në vitin e 39
jam kurioz kur ai u thoshte ore do mbrim. Dhe në fakt vetë Mojsiu nuk mbriti, po tatje. Ky Mojsiu janë qa viti do na çoje dhe toka premtuar. Tani, ky Mojsiu, kjo partia socialiste e Shqipërisë, me Edi Ramën që e drejton sot dhe që ka reformuar atë si forcë politike, me sa t'i japin shqiptarët, edhe me sa t'i japin zoti jetë, e ka thënë vetë ai atë punë, kjo partia socialiste thot që në negociatat që unë jam, në kryet qeverisë shqiptare, me Bashkimin Evropian, ky projekt është i mundur që në 27 mbyllim komponentin e tretë që janë negociatat, që do të thot kemi ezauruar dhe një pjesë të atyre parave që ne do të fitojmë duke konkuruar me vendet e tjera të rajonit nga 6 miliardin, ta vendosim në shërbim të këtyre negociatave dhe të këtij plani qeverisës të përbashkët, që ne në 2030-ën, pra 2027-ën kemi mbyllur gjë, në 2030-ën ne të jemi atje të ulur si antar.